Mirëmëngjesi. Jemi mësuar tani kohët fundet e nisim ditën kështu me punë me gjëra. Mos i shkoni flokët e mia që janë të shkalafitura. Këtu kemi Mario Trimin, i cili po copton shedin. Edhe se bëm në gjithë punën këtu, bla bla bla. Mirë po, e kemi kundra ditës. Mirë po, tani do të coptoj shedin e vjetër që ta vendosim në përthas shkojmë ta hedhim tek ajo e bashkisë, e kancellit. Edhe aty është shedi i ri që ka ardhur. Këtu kemi vënë gjithë, pita zmadhoj. Okej, gjithë budalliqi që kishte shedi i vjetër. Një pjesë do hidhet, një pjesë do mbahet, nuk e di se çfarë do mbahet, çfarë do hidhet, por ka plot për të hedhur, për të mbajtur. Edhe ideja është që do të coptoj shedin e vjetër, një. E dyta do bëjmë bazamentin për shedin e ri, do bëjmë betonin. Dhe pastaj, javës tjetër, kur të thahet mirë betoni, do fillojmë ndërtimin e shedit, edhe t'i vëmë gjithë gjërat në vend. Right? Aq kohë sa Eva ne ishte në gjumë, unë sistemova rrobat lartë. Tani, çfarë ndodhi? Nuk e mbarova dot gjitha, i kam sistemuar, i kam palosur gjitha, mirë po i kam vendosur grupet e krevatit. Gjithë thotë, këtu janë pulovrat e Marios, këtu janë pantallonat, këtu janë çorapet, këtu janë të Biancës, këtu janë të... Jo, Teva një t'i vura aty direkt, se janë të vogla, hikin direkt ato. Edhe, çfarë ndodhi që nuk i vura gjithë tjerat në përvend, mirë po këto i vura. Tani, Mario po vazhdon punën jashtë, unë nuk kam çfarë të bëj për momentin, nuk kam si ta ndihmoj. Kështu që po mendoj të vazhdoj me ushqimin. Kam vënë ca kofsh pule për të zier. Unë gjithmonë kofshët pule si u heq valin e parë. Dhe tani po zjejnë pothuajse të gatshme, pastaj i marinoj me salca dhe i vë në furr. Bëhen shumë shpejt, neve na pëlqejnë, nuk e di, provojnë edhe ju, ndoshta ju pëlqejnë dhe juve. Ndërkohë po mendoj të bëhen çik bukë me rullinë edhe djath. Kam shumë kohë që nuk e kam bërë, me idenë që hëk mos ham, po duam të ham, kështu që yes. Për momentin po zë bukën, brumin e bukës tek ky tasi këtu. Ta mbuloj me kapakun e vet, ta lë. Take a line. What? Smooth cheese. Can I pretend? Hello. Hello. Yummy is the bread that we're gonna make. Një bukë bëra u shkatrua këtu gjithë vendit. Ideja është që unë kështu e bëj unë këtë gjën, o zot, çka ka për Bianca aty me miellin. Pastaj Evani. Nëse. Ideja është unë kështu e bëj unë, po tani çave ju pëlqen, çave s'ju pëlqen. Juve keni metodat tuaja. Eva do e hedhësh ma. Do të lases ti tyre? Hama le. Unë dal her pas herë dhe flas me Marion që po punon jashtë, sepse në një moment caktuar, do doj ndihmën time, edhe po fry një herë të çmendur, sepse sa është ora 12? Ora 12 edhe për pak presupozohet që të fillojë një si tip stuhie. Kështu që stuhi jo me shi, vetëm erë. Edhe sa herë që dal unë jashtë, me ikin flokët. Hame, mami. Edhe, dam, pak fare kështu. Lëng. Ti edhe dhe një qik thua. Kaq. Pak fare lëng pule. Po kështu, edhe në furr. Because it's for you and for Evan, mommy. For both. Tani.
do ngros supën që kanë kalamajt në frigorifer, sepse ju hajt bukë. Shumë e thjeshtë. Tani edhe kjo u bë, i kam hedhur një çik vaj ulliri, i kam bërë çik me gishta, shikoni një çik fluskat që kam marrë, edhe ku dëgjon, shpresoj dalje shishme. Unë do ta vë në furn që kam ngrohur pakës, thjesht që të fryhet edhe një herë dhe pastaj do ta vë për të pjekur. Po, këtë të madhën do e mbash ti, se unë të mbaj dot këtë. Apo të pëlqen e vogla? Jo, moj, no. Se ti po bën punën më të madhe, prandaj po them çfarë të pëlqej ty. Në kot jam, vetëm sa për të thënë. Të het. I'm making bulgur, because daddy asked for bulgur. Bulgur. Tani atë betonin atje e bëm, po e kemi mbuluar, kështu që s'kam çfarë t'i tregoj. Do presim të thahet, kështu që nga java tjetër do filloj Mario të ndërtoj shedin e ri, e pastaj të vëmë gjithë gjërat që kemi atje. What else? Ndërkohë mua buka më poq edhe është quite nami. You know where it is. Quite nami bashkë me të djati që ka shkrirë brenda dhe është vërtet shumë e shishme. Oh, thank you for finding it, mami. Can I find it for me? Marion, zemra, kam bulgurin këtu në shpirt. Moj zemra. Ndërkohë që tu po skuj qepen që të bëj gati bulgurin me mi lagun e pulës që teproj. O zoti madhi. Unë bulgurin e lava. Me edhe një pako. Me këto shtresa për krevatin. Divan. Unë kam një palë gri, një palë të verda, edhe tani besh. I kisha besh, mirë po volli e tani, u bën pis, kafe, qa nuk u bën të gato, edhe i nuk më pëlqenin më, se ngellën kështu si harta, nuk lajshin më të më tëmë. Kështu që, pashe kontrollova, nuk vjeta asnjë gjë ndryshe që të më pëlqente, dhe por mora po të njëjtën. U detyrove, e me? Si? U detyrove, Jo, nuk u detyrova, e bëra nga qefi. Po kjo është e lezetshme se edhe shkëlqen kështu. Dale? Edhe është goxha e mirë, ama është e njëjta tash i dale thot ai. Edhe e ka marrë të gjërë mjaftueshëm. Edhe ka këtë kështu, si tip silikoni. Shikoni këto pikat që nuk rrshkesh. Shpëtuam, i gra, shpëtuam. Tani, do ta vë për të larë. Me qarllafi, unë, sistemova rrobat lartë, ndihmova Marjes për të bërë beton atje. Bëra bukën, bëra atë mishin e pulës me një 2-3 patate. Sirallafi? Sirallafi. Me gjerallafi, sirallafi. E di unë sirallafi. Vura një lavatrice, po bëj bulgurin, do i bëj dhe ëmbëlsirë qik bjankës. Mario, mos u tau me mua. Jo, i kam ala vjetë gruja thash mami. Edhe kështu, nejse, këto janë shumë vërtet shumë të mira. Kështu që, duke qenë se nuk pëlqeva as edhe një gjë nga ato që pash, shkova tek të njëjtat. Sepse këto pastrohen lehtë. Mirë po, tash kur derdhe, vjen një moment që nuk pastrohet aq lehtë. Nejse, çfarë do thoja tjetër? Plus që kam parë edhe një palë tjera kështu shtresa për divanin, por që ato do t'i porosis me një porosi që do vetë të shihni këto kohë. Ato janë kështu si me leshë, dhe nëse janë aq të bukura sa ç'dalin atje, do ta mbaj për vit të ri. Kemi një ndryshe për vit të ri. Edhe kështu, tani këto do t'i laj me rrobat e bardha që kam pastaj. Kanë ato këmishat e bjankës se gjëra tjera. Sa tani kam vënë rroba të zezda, kështu që shkoj t'i çoj këto tantej. Bili bulupi, tash do t'i hedh një kështu salcë brenda. Si the mama?
Mario! Krason që krason, gjë të fundit. Ha, mori. Ura s'ka pita sot. Është ora, sa është ora? 7. Edhe sistemova gjithë garderobën e Biankës, të Evanit, time dhe të Marios nuk e bëra dot, thjesht shtova rrobat e palosura në vend, kështu që sistemova gjithë rrobat e palosura që kisha palosur gjatë gjithë javës. Kam vënë tharsen tani në punë, ndërkohë mbaroj ushqimin. Edhe kjo është pjata përfundimtare, Mario ka më shumë diet. Kjo është e imja, kjo e Biankës, kjo e Evanit. Kaq. Edhe të ikim të rrim si njerëz. Që ta dini ju, Have small byçe me mami. qa bëjmë ne dhe qa merim ne. Vera gjithmonë sa bën ndonjë gjë kështu të lezetshme. Thot, pse s'bëj foto, pse s'bëj foto? Ja po e bëj një video. Unë po shoj këto filmat, shife tani. Trimi i babit. Hajde. Evan? Evan? It's not very legend. Ja, unë po shoj këtë filmin e Elio. Për qefin ti. Mirëmëngjesi nga dita e diel. Aja, ul pak, vetëm një sekond. Mirëmëngjesi nga dita e diel. Neve tani na ka dalë një ditë fantastike. Bëm çik punët e shtëpisë, Mario hodhi gjithë mbeturinat që u bën dje nga shedi që coptoi dhe shkoi hodhi te kancelli. Edhe morëm vesh që kishim të drejtë të hidhnim 8 fes me dhe në muaj, që neve nuk kemi aq dhe në muaj. Po është fantastike. Sa kishim ne 3-4? Kishim 5 pa im thamu 4, kupton më. Na, okej, se njëri do ketë qenë kështu, sa për të thënë. Nëse do më kishim mundësi të hidhim 8 thes në muaj me dhe. That's great, nuk është vetëm për dhe. Është për rubble, është për whatever me sa duket. Qa është rubble? Construction, gjëra ndërtimi. Gjëra ndërtimi. Okej, do më kishim mundësi. Çfarë bën dagë mirë? More. Edhe kështu, tani çfarë do bëjmë sot? Do shkojmë të bëjmë chestnut picking për një 30 minuta, sa të mbledhim. Do mbledhim gështenja një 30 minuta. Pastaj do ikim në Lidl, të bëjmë një 2 pazare të vogla. Mishin ku do ta marrim? Këtu te ky tipi? Te turku? Hajt më varja. Edhe Range do ikim? Tirangu, po më? Po ikim dhe të Range, edhe 1 orë, 2 orë të Range ikën. Po, një 2 orë atje si, gjithë e rinj. Po jo 2 orë jo, po një orë po njerë Mario. Nejse, të Range kemi dëshirë të blejmë një pasqyrë dhe të shohim se atje ka ca gjëra kështu si të veçanta. Ja po kemi kopa për sa vrimet e shtëpia. Edhe ja i bëra un planet e ca vrimave që do bëj Mario në shtëpi, se im punon truri mua. Nejse, hajde nisim tani se duam të vëmë muzikë në sfond. Gari. Ta. Upsi! Bianca me Mario në atje, edhe ikim. Okej, edhe ikim. Mario shkoj të parkoj makinën, se është çik larg vendi parkimin dhe neve jemi duke ikur avash. Derisa të vi Mario, e kemi gjetë vendin, për ndryshe jemi të hutuar. Ç'vjen si sa e bukur ishte kjo lulja e gështenjës. Lulja, domethënë kjo boçe që ishte e hapur. Neve erdhëm dje këtu, javën që shkoj, siç e pat. Mblodhëm goxha, me dham edhe njerëzve. Me po shiko sa kanë rënë nga shiu tani. Edhe po marrim prap, këtu ka plot për gjithë dynjana. Edhe ndoshta vim prap javës tjetër, po që koha okay, se sot është kohë goxha e mirë, ja me mëngë të shkurtremi. Hale, të unë i vogël të u. Thank you so much, babi. Je flori djal. Shiko sa kemi mbledh tani. Plot. Shi. I kemi dhe për të dhëna, se mos thoni dhe i hani juve. I kemi dhe për të dhënë, I po do hamë kemi edhe në 5 pound kilja. plot. Bianca was the best girl in the world today. Tani djalu mërzit dhe kështu do ikim. Bianca sot është veç vetë. Fillojmë me atletët pink, çorape
të verdha. Fundi zi me zemra. Po mami, don't show your shorts me mami. Bluzën kafe me jak me ngjyra dhe këtë pellushin gri. Wow! A ke lënë ngjyrë pa veshur Bianca? You look so pretty, mami. Hajde Mario, ikim. Jam e lodhur. Edhe unë dhe Mario se sa bëjmë një gjë, bëjmë një tjetër. Sa bëjmë marrojmë një gjë, fillojmë një tjetër. Yes, I do. Ikëm. The McDonald's. Double cheeseburger, okay, mami? No, cheeseburger. Sure. What do you want to drink, mami? I want to drink orange juice. Orange juice? Or you want the chocolate milkshake? Orange juice, please. Sure? Po. Yeah, no thanks. Po për djalin. Add to order. Tash i shko të baskets. Ku? Bagel, burgers, select and dippers. Kështu, chicken në kështu gjërash. Ato kemi marrë në 9? 9 morëm apo 20-ën? Nën dhe boshi 20, shko, këto janë gjithë ato. Këto janë po. Këto. Really? Po. Dhe pazarin tash i ikim për shtëpi. And don't forget to take the money. Ua, prapa tjeu, Mario. E ra një makinë sepse iku kështu mbrapsht e shkreta e kapi për plasi një tjetër blu, ajo bluja iku nga pozicioni dhe i ra tjetrës gri, u bë lëmsh. Amo mami. Kush Mario? Sistemuam gjërat, i sistemuam. Tani, këto gështenjat i zjem, ushimi Marios për nesër, këto i poqëm, po i qëron Mario. Shumë jambe. Tani, unë do e mbyll tu. Hëngrëm darkën, sa shora? Në ora tani është 6:25, ne hëngrëm darkën. A tani për kokër qeve do pim. Unë jo, ti do pish një gotë verë. Do ham gështenja. Edhe unë do fillojmë qik punën se kam ca punë për të bërë. Edhe kështu them ta mbyllim video. T'ju puthim fort. Një puthim fort edhe ka bashkëimi në videon e radhës. Jam dedikuar te gështenjat. Yeah.